2 të vrarë dhe 3 të plagosur. Ky është bilanci i 2 ngjarjeve të rënda të ndodhura brenda 24 orëve të fundit në Vlorë dhe në Lezhë. Në orët e vona të mbrëmjes së të martës, në qytetin e Vlorës është ekzekutuar me armë zjarri 27 vjeçari Amaril Dodelaj. Ngjarja e rëndë ka ndodhur në lokalin që kishte në pronësi viktima në lagjen 28 nëntori, në vendin e quajtur Rruga e Re. Sipas policisë, i riu ndërsa ka qenë i ulur në brendësi të lokalit së bashku me 2 miq të tij, te dera është shfaqur një person i pa identifikuar dhe ka nisur të qellojë me breshëri Kallashnikovi në drejtim të tij. Si pasojë e goditjeve, shtetasi Amaril Dodelaj gjeti vdekjen e menjëhershme, ndërsa u plagosën edhe 2 shok me të cilët ndodhej në të njëjtën tavolinë. Të plagosurit u shoqëruan për në spitalin e Vlorës, ku kanë marrë ndihmën e parë mjekësore dhe janë jashtë rrezikut për jetën. Policia ka nisur menjëherë hetimet për zbardhjen e kësaj ngjarjeje të rëndë, ndërsa po punohet për identifikimin e vrasësit. Më herët një tjetër vrasje tronditi opinionin publik, kështu në fshatin Blinish të Lezhës në orët e vona të së martës. Një grindje mes 2 adoleshentëve degeneroi në përdorimin e armëve të zjarrit dhe përpasoi një person gjeti vdekjen dhe një tjetër u plagos rënd. Viktime e kësaj ngjarjeje mbeti shtetasi Daniel Bardhosi, 17 vjeç, ndërsa është plagosur Osvaldo Marku, i të njëjtës moshë. Policia e mbërritur në vend ngjarje ka bërë identifikimin e autorit të krimit dhe po punon për kapjen e tij. Sipas informacioneve të para, mësohet se shkaki i vrasjes ka qenë një sherr banal midis vrasësit dhe viktimës.